Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Info Ftesë edhe këtë të jente këtu në televizionin sotshta. Do të kemi sonte një Info Ftesë për kinematografinë shqiptare. Në qendër të saj do të jetë një regjisor i mirë njohur, pikërisht Pluton Vasi, i cili ka realizuar tashmë filma të suksesshëm artistik si Maja, Shqetësimet e një obezi ndërkombëtarët apo Këtu vallëzohet me hijet. Mendimet e tij rreth kinemas shqiptare në përgjithësi, kinemas ballkanike dhe mëgjera saj europiane do të vinë pikërisht në këtë rrëfim të sinqert. Unë ju ftoj ta ndjekim intervistën në vijim. Atëherë, zoti Vasi, faleminderit ju bët pjesë e Info Ftesë me këtë intervistë. Zakonisht një nga pyetjet që ju bëj të ftuarve është gjithmonë ç'lidhje keni me Pogradecin. Unë në adoleshencën time ju mbaj mend të xhiroj një film televiziv, Inxhinieri me njerëz, dhe më vonë ju kam parë edhe gjatë herëve të tjera këtu në qytet. Një moment ndalemi tek ky çast. Ju falenderoj edhe unë për intervistën. Falenderoj edhe që më bët këtë pyetje, është vërtet kënaqësi që të më bën pyetje çfarë lidh mua me Pogradecin. Vërtet në periudhën kur ju më mbani mend tamam, nuk ishte era e parë, ishte era e disa unë që i fëmijë, më kanë sjellur prindrit. Po veç të tjerave, jo në aspektin e reklamës për të ftuar turistët, por është mirë që dashurinë, sekretin e dashurisë për Pogradecin nuk duhet ta bërtasësh. Se fillojnë dhe keq përdorin. Pogradeci është një pasuri, jo në aspektin e natyrës, flas edhe me serinë e komunikimit. Me fjalë, hytë ata njerëz që unë kur vinë Pogradec visin në shtëpinë time. Okej. Ndalemi pak tek ai moment. Ka qenë momenti i parë që xhironit në Pogradec? Inxhinieri me njerëz. Ka qenë ndjes pas Lat Kasa, ka qenë regjizori, unë kam qenë asistent, regjizor. Ishte një film me 2 seri dhe realisht ishte film vërtet shumë i vështirë. Sepse edhe gjeografikisht edhe vendet e xhirimit ishin minier brenda poshtë një tjetër. Me fjalë, ishte vërtet film shumë i vështirë, por dhe filmi ja ka arritur qëllimit. Impresionet me fjalë një ndër ato çfarë shpreva që parë për marrëdhëniet është sepse impresionet e para dhe kontaktet e para të mënyrës komunikimit i kam përjetuar atëherë, sepse kur ke një punë atëherë i shikon edhe në Pogradec hyn, po them unë, ndër studiot në mënyrë simbolike, ndër studiot më perfekte për të xhiruar një film. E kuptoj. Sepse njerëzit janë të predispozuar, veç pejzazhi, kryesori janë njerëzit. Peizazhi është ai që është, sepse shumë i rëndësishëm është rruga që të hapin njerëzit, mundësitë që të krijojnë njerëzit për të arritur qëllimit. Po thonë ndjeni komod nëse nga njerëzit doni të xhironi këtu. Absolutisht po. E kam të stërprovuar, se në Pogradec nuk kam xhiruar edhe më vonë, kam xhiruar dokumentare, kam xhiruar me fjalë dhe jam vërtet se shtëpi time. Jemi në ditë e Festivalit Ballkanik të filmit. Dua një opinion lidhur me nivelin e filmit ballkanik. Si vjen në gjykimin e një regjizori, si është në standard është filmi ballkanik momentalisht? Sigurisht që unë nuk jam specialist, analist i kësaj linje, por nga përballet që kam, nga eksperiencat që kam, unë them që Ballkani, me fjalë nuk mund të them vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë, por Ballkani është në një status shumë progresiv me prodhimin e kinemas. Jo vetëm të filmit artistik, apo të metrazhet shkurtër, apo metrazhet besë, po edhe të dokumentarit. Ballkani ka shqisën të shtetet e Ballkanit, tërë krijuesit e Ballkanit, kanë një shqisë që din t'i ndërtojnë në mënyrë shumë profesionale udhët e komunikimit. Dhe përveç të tjerave kanë dhe një ekuivalencë figurative, gjë që është karakteristike e këtij profesioni. Dhe këto janë të stërprovuara, teksa për kineman akoma mbetet që festivalet janë ato që tregojnë, por ndërkohë është koha ajo që i tregon se sa i reziston. Nuk mund të thuash që ka një film të vjetër, por një film të ri. Filmi është se sa arrin të komunikojë me publikun. Me sa di, ka pasur edhe filma të çuar në kategorinë Oscar, nga filma shqiptar, nga vende të tjera të Ballkanit, kam parasysh Kosovën këtu me shok.
Oscar është një tregus që ja ka arritur qëllimit që të kthejnë kokën gjithë nga ai. Po kjo nuk do të thotë që qofse ashtu sikurse për shembull nuk mund të them me këtë që Odisea s'ka qenë për Nobel dhe nuk është shkrimtar i madh apo ose shkrimtar të tjerë. Ashtu sikurse për Oscar ka pas kështu regjisor që s'e kanë arritur dot atë të Oscarit, kjo nuk do të thotë. Po Oscari është vërtet është një tregus që duam çdo krijues e ka ëndër që ta përjetoj. Dua tani të mbetem pak tek krimtaria juaj artistike. Ju thatë keni bërë asistent regjisor në film artistik, keni prodhuar filma dokumentare dhe pastaj keni me sukses edhe filmin artistik të gjatë. Ndalim pak tek këto stacione. Ti po kërkon që unë të bëj një CV time. E kemi kohën mundësinë infoftesë. Falenderoj. Kur isha student, që në gjimnaz fakt, gjimnazën unë e kam bërë në Durrës, edhe kam lindur dhe jam rritur në Durrës, dhe gjimnazën kam bërë në Durrës, dhe po edhe mbasi me fjalë që fitova shkollën student për aktorën e teatrën, kisha shkonim në kinostudio ose kalonim për ballat e televizionit, dhe gjithmonë thoshja që zot, filloj punë këtu. Pra, hy tek djemt, realisht ja kanë realizuar ëndrrën në aspektin me fjalë e përballjes me egon time. Dhe kam pasur vërtet fat që fillova punën në televizion sepse përjetova për shkallëzimet e duhura domosdoshme që duhet përjetoj një krijues për të arritur qëllimit. Që kur fillova në televizion, më emëruan në departamentin e fëmijëve. Dhe nuk kam qenë regjisor të departamentit e fëmijëve. Jam marrë për 2 vjet e gjysmë në departamentin e fëmijëve, emisionet e fëmijëve, teletregimet për fëmijët e tjerë. Pastaj kalova asistent regjisor në departamentin e prodhimit të filmit, ku kam qenë asistent regjisor tek inxhinieri minierës dhe te Fletë e Bardhat me Blanchana. Pas kësaj mbarova pas universitarin 2 vjet, ku kam pas fatin të kem pedagog emra që në historinë e kinemat shqiptare, Viktor Gjika, Dimitër Anagnosi, Krista Gjidhamo. Emblemat e regjisë filmit. Emblemat e regjisë filmit. Piro Milkani, Gzimere Bara, i kam pas fatin të kem profesor të tu. Pedagog të mi. Sigurisht mbrojta diplomën dhe mora titull në regjisor. Mbrojta diplomën me një tregim të Dino Buxhatit. Mundet ta di cili është nga tregimet? Këtu bëm stot. Me realizëm magjik keni diplomuar. Kam marrë titull në regjisor. Pastaj filloi karriera me filma dokumentar. Me filma dokumentar, me film artistik, po kryesisht pavarësisht janë zhanër të komunikimit me element figurativ, janë flënë në krevat dhe në dhoma të ndryshme. E kuptoj. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, po përfitoj nga rasti ta them prapë që dokumentarit çon atje kur nuk të pret. Pra, dokumentarit si kur je në dashuri, në kulmin e dashurisë, dhe në kulmin e dashurisë ndodhet edhe që nuk shkon dot dhe i dërgon një mesazh të dashur se nuk i fërshëllen dhe shkon dhe përballesh me një gjë tjetër. Dokumentarit i pranon këto. Kurse filmi artistik është si martesë, janë përgjysmohen të drejtat dhe shkufishohen detyrimet. Se do të shkosh skenarit hap pas hapi. Do t'i zbatosh rregullat dhe urdhrat, pra siç je i martuar. Kur i martuar në kuptimin që nuk del dot nga standardi. Në mënyra simbolike po flas, Sigurisht. Por pavarësisht që un kam eksperjenca në dokumentar, edhe në film artistik kam goxha eksperjenca dhe kam goxha përballje progresive. Do përveçoja sido që të jetë dokumentari. Dua të mbetemi te kjo pjesë e dokumentarit. Ju sigurisht duke pasur eksperiencë në televizionin publik, keni bërë një dokumentar me titull Kënga dhe keni shfrytzuar arkiven dhe me sa di keni mundur të triumfoni në një nga festivalet ndërkombëtare për filmin që shfrytëzon arkivin. Është vërtet krenari, është Fiat IFTA, është me fjalë organizmi më i fuqishëm në botë për arshivën e filmit. Fiat IFTA është për arshivën elektronik dhe për arshivën e pelikulës. Dhe ata gjithmonë kanë dhënë çmime për filma që kanë përdorur arshive njëra tjetrën dhe ka qenë çmimi
përkatës me fjatifta X. Për herë të parë në 97-ën ata sollën me fjalë krijuan një çmim, Innovation Award, për hatër të këtij dokumentari, Kënga. Ku Kënga trajton festivalin historikun e festivalit të këngës në radio televizionit shqiptar. Dy personazhet kryesorë që janë atje i ndalojnë tek zonja Vaçe Zela dhe zoti Toni Trashana, që janë, sido që tjetë, janë emblema në historinë e tingullit e muzikës shqiptare. Ky dokumentar, përveç atij, ka edhe suksese tjera në festivale të ndryshme të dokumentarit. Ndërkohë që ju keni edhe dokumentar të tjerë, ndoshta përmendim disa se autori di edhe më mirë, ndërsa ne spektatorët fiksojmë ndoshta më mirë filmin artistik. Sigurisht që, si kurse e thash, dokumentari ka të që të përballë edhe të lidh pikërisht me ato gjëra që ndoshta edhe nëndër se kemi parë, se jo edhe në leksione edhe në mësime nuk e kemi ashtë. Kam ciklin për Bektashianët, që është një dokumentar, përveç ciklit, kam edhe një dokumentar për Rrathët, që quhet, më falë Sofra, dokumentar Rrathët, që është për historikun e televizionit shqiptar, edhe është dokumentar shumë mirë. Loj Botash, ku Loj Botash është gjeruar në periudhën e lëvizjes kosovarëve me fjalë ardhjes kosovarëve. Eksodi. Dhe Loj Botash, loja që ne luanim kur ishim Kalamaj, ishte qendra e filmit dokumentar se si fuqitë e mëdha luajnë botash me vendet nga më të ndryshme. Kjo është simbolika e dokumentarit. Kanë xhiruar në Kukës, kanë xhiruar në malësitë e Kukës e në tjetër edhe. Ja, më pëlqen metafora që përdorni tek filmat dokumentar. Përgjithsisht ma kanë thënë edhe vazhdon ma thonë që unë e kam metaforën një çik e kam si motër. Por ja keni dalë. Ja kam dalë. Edhe filmat kanë arritur të mbeten në kujtesë. Po. Edhe kanë mundësuar edhe lidhje, dhe bashkëpunimi dhe kontakte me grupe nga më të ndryshme të psikologjive dhe të komsive nga më të ndryshme. Pluton, dua të mbetemi pak tani tek filmi artistik. Zhurma është bërë, zhurma është e madhe, po sigurisht edhe kënaqësia që ka marrë spektatori ka qenë po kaq e madhe. Mbetemi tek Maja. Maja është një ngjarje e vërtet, por unë përgjithsisht referohem ngjarjeve të vërteta. Fat që një tregim i shkruar nga Luleta Leshanaku, e përshëndes, përfitoj nga rasti, është fat që kam. Kam pasur shoqë kursi. Mbaruar letërsi. Po, ne pastaj me Lulin nuk kam qenë në pas universitar. Luli për skenar, por një tregim të saj që unë se harroj kur, po e lexoja teksa po shkoja për xhiruar një dokumentar për me. Edhe lexoj librin rrugës, edhe marr Lulin, i them Lulit kështu edhe sigurisht që është një ngjarje vërtet, ka qenë një tregim. Që Luli po e kaluam në skenar një tjetër dhe kemi xhiruar, është xhiruar në Petrel, në Tiranë, në fshat Tiranës, location që quhet. Por është një film që ka hyrë në festivalet e kategorive shumë të larta, me fjalë i thon kategoria A, ka hyrë në disa, por eksperiencat me atë filmi kam të jashtëzakonshme sepse janë përballur me spektator konkret në vende që nga Kina, e Japonia, e Gjermania, e Spanja, me fjalë janë përballur me mentalitete dhe me përballje e Britania e Madhe, që kam hasur në shumë kështu pasqyrimi, reflektimi të psikologjive nga më. Një ndër gjërat që më ka bërë më shumë përshtypje është se si ai u prit në Beograd. Si u prit në Beograd? Jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe aty është një improvizim i personazhit që jasme e vrasin, një personazhi që është aty dhe ajo është në frame up, është loje e regjisë. Edhe nuk e harroj kur që në konferencë në një nga konferencat për shtyp, në disa konferenca për shtyp, u quan dhe thanë faleminderit Pluton Vasi që i thua botës që ne ballkanësit nuk kemi shumë qejf të vrasim. E bukur kjo. Ndërkohë, mbetemi pak tek Maja. Mesazhet që përcjell filmi, jeta e vështirë në provincë dhe sigurisht opinioni vret. Në gjuhën filmike, sa vështirë ishte të realizoj
kjo gjë. Megjithëse edhe aktorët kanë mundur ta kapërcejnë edhe e kanë justifikuar me sukses prezencën. Unë nga përveç për leksioneve dhe komunikimeve dhe misive që kam pasur me pedagogët e mi, po edhe nga eksperienca ime, përfitoj që të insistoj dhe të bërtas dhe të them, ditën që filmi fillon xhirimet, filmi ka mbaruar. Pra ti e ke konceptin. Para përgatitorja, ka përfunduar, e ka çuar në fund. Është dalje dhe të papritura, sigurisht se njerëz gjallë, po shumë për të mos qenë më e rëndësishme në historinë e prodhimit të një filmi është puna përgatitore. Ajo është kryesore. Sepse dublat janë histori rifiniturash, nuk kanë lidhje. Puna me aktorët paraprakisht, puna me piktorin e kostumeve, puna me piktorin e filmit, puna me kompozitorët, gjitha janë paraprakisht. Dhe kur vjen ora aty është si puna sa që ne kemi ftuar, duam të bëjmë një ceremoni, që thënë dhe do ftojmë njerëzit ty për darkë, tash historia se çfarë do ham. Është tjetër gjë. Është mbaruar, është vendosur se çfarë do ham. Kështu që edhe kjo punë, nuk çfarë sjell filmi artistik, nuk këtë kam nga eksperiencat mia, po edhe nga... Ajo që më ka përshtypur tek filmi Maja është që ju keni sjell emra të rinj aktorësh, por që kanë mundur me shumë sukses të justifikojnë prezencën e tyre. Por keni mundur të shkundni jo nga pluri i arresës, po nga, le të themi, i pluri i këtyre viteve të tranzicionit, një aktore të madhe të humorit të Shkodrës, si kundër është Zyliha Miloti. Mbetemi pak te kasti i aktorëve. Si zgjidhni ju ata? Megjithëse thash janë të rinj, deri diku të afirmuar me vlerat e tyre sa mund të jenë, por gjithsesi në filmin tuaj. Jo çdo letërsi ka ekuivalencë figurative, pra jo çdo tregim apo çdo roman bëhet film. Që në momentin e parë po më thoni ngjizja e parë ka qenë tregimi dhe ju piketuat aktorët. Po, dhe ekuivalenca figurative është domosdoshme, sidomos në një film, sepse është një ndër elementet që, pra, shiko, filmi është martesë me 7 zhanre, sepse është dramaturgjia, është loja e aktorëve, pra dramaturgjia, skenari, po muzika, pra duhet të gjesh që t'i harmonizosh këto që të funksiονojë martesa. Martesa juaj funksionon me skenari historial mbi skenarin artistik? Po, patjetër. Po bashkëpunimi me skenaristët është një urë që duhet mbajtur gjithmonë e ngritur, sepse sido që tjetë duhet përballesh me skenaristin, aq më tepër kur unë përgjithsisht për të mos thënë 100%, por 90% unë subjektet i kam nga status reale, ngjarje të vërteta, nuk kështu me Majën, kështu edhe me ndërkombëtarët, kështu edhe me këtu vallëzohet me jetë, ashtu sikurse edhe shqetësimet e një obezi. E kuptoj. Për të mbetur te pjesa e aktorëve, është gëzim ky Genti Kame, aktori kryesor, dhe Rovi Lule, Rovena vinte nga fusha e aktrimit apo regjisë? Aktrimit. Jo, ajo kishte mbaruar shkollën për muzikë, pastaj kishte bërë shkollën për regji. Dhe ju i piketuat. Po, piketuam këto. Por ajo shumë të konsumuara në kinema. Por që unë mendoj me shumë sukses. Po, mendoj, them dhe fakti që ato kanë marrë edhe çmime një tjetër janë pritur jashtëzakonisht mirë në kudo në botë. Është edhe një aktor tjetër që unë e kam për zemër, Muzafer Zifla, në fakt që ju e keni aktivizuar. Muzaferin e kam pas shok kursi në fakultet, në Institut në Arteve, është aktor shumë i mirë dhe edhe muzu është. Ka dhe aktor pjesë e ty, po edhe aktorët e tjerë unë e respektoj, ashtu sikurse edhe përmendët Zyliha Miloti është. Vetëm pak tek Zoja Miloti. E pranoj ftesën që në fillim... Po, sigurisht që bisedat paraprake kanë qenë jo 1 e 2, po kanë qenë disa. Ka qenë aktor të humorit, megjithëse ajo ka pasur sprova me Byar Kafexhiu. Në të dyja dhe zhanë kështu drejtimet ose çfarë them unë. Po Zyli është aktore me këmbë në tokë, aktore e pjekur, jo tani, vite përpara, dhe na u përputhen konceptet edhe mas i lexoj skenarin. Dhe plus që unë, sido që tjetë, jam ai brez që jemi rritur me të dyja zhanret, edhe me aktrimin në fushën e humorit, edhe me aktrimin në fushën e dramës, me fjalë. Dhe Zyli ishte tek të dyja. Për mua ja ka rritur qëllimin. Jo, është mirë në fakt, është mirë në rolin e nënës Majës. Dhe tregon koha.
Sigurisht, patjetër. Më ka bërë përshtypje mënyra ku keni xhiruar ai sheshi, kaldremi, ato rrugët që bashkoheshin dhe ndaheshin me këtë parukerinë estetike në këndvështrimin tuaj. Tash që mos fillim të japim leksione për problemin për sheqerin për regjin, ishin disa qytete, kandidatura për të xhiruar atë, vendosën petrel për shumë arsye, për qetësinë një herë para. Edhe veç edhe gjeografikisht ndihmonte jashtëzakonisht shumë, na ndihmonte ai kaldrëmi e gjithë në tjetër, sepse qofse mban mend edhe mizanskenimet e tajës e qumshit që lëvizin, që rrjedhen, gjithë ato. I kisha parasysh kur po sigurisht. mendoja pyetje. Zakonisht në këto lloj gjë, një ndër problemet që merr vendimi kryesor është merr në konsiderat skenat më të vështira për të realizuar. Kjo është dhe pastaj vendos për sheshin e xhirimit, se ka të bëjë me subjektin, ka të bëjë me temën. Vim tek ndërkombëtarët, sërish një tematikë e nxehtë. Zoti Ylieshka më tregonte që ka pasur edhe probleme me vendin e punës e tjerë. Dua të them sa i guximshëm është regjizori Plutoni në këtë aspekt për të realizuar filma të tillë kaq të guximshëm. Unë jam rritur me sfida. Fal prindërve, jo, jam rritur vesh të tjera dhe me shfletim me leximin. Shfletimi është tjetër gjë, leximi është tjetër gjë. Por një ndër librat që jam rritur dhe kam mbajtur te koka, jo di librat që mbaj te koka, sepse mbasi i lexoja një herë dhe më pëlqenin, i rikthesha dhe ato që më është libri i Graham Greene, Dërguari në Havanë. Është ndër librat Graham Greene, një ndër librat që unë që kur kam lexuar për herë të parë në gjimnaz, edhe deri tani unë nuk e heq nga. Dhe kjo ishte një nga arsyet se bisedat që bëm me Yllietin më sugjeroi një subjekt tjetër, i thash jo. Do bëjmë këtë. Do bëjmë këtë. Është film më vete, është film unë zakonisht përpara se të filloj të xhiroj një film bëj një dokumentar për atë tematikë. Ja hyra për dokumentar dhe nuk e bëra sepse do më krijon një precedent. I kemi, duhet të respektojmë, por të mbajnë vendin e tyre. Ky është thelbi. Kam ndjer reflektime në shumë instanca, por problemi është që për shembull fjalë vjen, nëse një po marr shembull, një serb nuk na do, më shumë benzin zjarrit i dha ai shqiptari që rri afër serbit se sa ai serbit dhe përballë shqiptar. Du të them, me fjalë mos e kërkojmë shumë të tjerët se sa atë, por thelbi i filmit është që ora jeni vërtet jeni shumë të zhvilluar në tjetër, po un jam rritur jo unë, po edhe stërgjyshët, edhe gjyshët, jo imi, i gjithëve ne, në një vend të bekuar nga natyra. Kështu që nuk ka si të mungojnë këtu gjërat. Kështu që kur vini këtu, vërtet habitin e një tjetër, po bëmë një palë me ne, mos... Gjithsesi, ndërkombëtarët është film i guximshëm. Po, i guximshëm. Për çfarë është film i guximshëm? Ai është një pasqyrim realiteti, i një njeriu që i njeh, ka qenë brenda një tjetër, që dhe nuk është vetëm Graham Greene edhe Yllietti, po ka këto lloj temash ka shumë në botë që se shiqyr Zotit letërsia, arti një tjetrën janë armiku numër 1 i pushtetit në fuqi. Në gjithë historinë e njerëzimit. Kështu që do fillojnë edhe japin karakter kështu tash që pse e prek këtë temë. Është temë realitet. Jo, arti është i lirë ty kudo edhe të pasqyrojë gjithkënd. Janë mentalitetet së mura. Nuk merr përsipër shtetarësh të cilët thonë o bobo kjo, o bobo. Nuk merr përsipër që o burrat prishin marrëdhënie nxjerr do të gjë. Jo, është një pasqyrim realiteti, është një sigurisht se ka dhe drama, ka dhe poezie, ka ç'ka për këtë, ka dhe këngë. Patjetër. Filmi me sa di është pritur mirë. Unë e kam parë filmin, po sa vështirë ishte të zgjidhni kastin e aktorëve? Ishte vështirë, sepse plus që ka numër shumë aktorësh një tjetër, por... Skena masive. Por problemi është që duhet kishin... jo të binin dakord me subjektin, sepse nuk është diskutuar kur. Subjekte pasaj është diskutuar nga servilët, që tashon, mbasi unë gjërë bërë filmin e tjetër. Por nuk ka rëndësi se këto janë filmën vetë, por problemi ishte që duhet binin dakord me një ndër gjërat
që kërkova ishte rifinitura përshtatja profesionale, përshtatja mjeshtrisë, përshtatja e komunikimit duhet ishte në çik më specifike se sa në tematikat e tjera. Pra, jo e sashi që e mësova përmends dhe e thash. Pra, mjeshtria komunikimi midis duhet të gjente rifiniturat, pra në mjeshtrinë e aktorit themi duhet të gjenin përshtatjen. Dhe kjo ishte një ndër sitat, po them unë, të përzgjedhjes së aktorëve. Se shiko, aktorët në përgjithësi janë të predispozuar për të marrë pjesë, kanë aq më tepër në film se duan në tjetër. Mirë, po jo çdo subjekt i shkon çdo lloj karakteri. Dhe ju e ndërtoni paraprakisht. Po sigurisht. Bëjmë dhe prova në kuptimin e Audiencë po thoni. Jo, audiencë, jo. Thjesht prova. Pasi aktorët që piketohen. Unë personalisht jam kundra kinoprovave. Nuk jam kundra. Zgjidhni ndryshe. Nuk jam kundra kinoprova sepse nuk nejse, tem tjetër. Mënyra juaj e punës. Tem tjetër. Këtu vallëzohet me hijet. Unë nuk e kam parë personalisht. Mbetemi të hapur për të pasur një premier edhe në Juglindje. Unë shpresoj të vi filmi edhe të prek edhe sy dhe emocion shikuesish të zonës. Falenderoj. Këtu vallëzohet me hijet është një ngjarje e vërtetë edhe ajo që kam përjetuar, por falë bashkimit, shqisës edhe sqimës së bashkimit, ai e shkruaj të dramë dhe unë pastaj i thash që do të përshohim për film, shkruar skenari komplet tjetër, jo drama, po që subjekt që është një film që është pritur jashtëzakonisht shumë mirë, më ka bërë përshtypje biles që është pritur shumë mirë, është jeta e një vajze që me origjinë austriake, lindur në Shqipëri, po me origjinë austriake, vjen për të bërë një dokumentar për Nën Terezën. Dhe nëna e saj ka qenë balerin, po familje që shikoj me lupë jo progresive nga sistemi. Dhe teksa niset për bërë dokumentarin për Nën Terezën, haset, takon bashkëtuesit e nënës e një tjetër dhe çmante mendjen e tjetër, haset me një realitet që befasohet. Një ish punonjës i sigurimit të shtetit që ka përgjuar gjatë gjithë kohës jetën e tjëmës të saj, rezulton që është baba i saj nga një përtunim që i ka bërë tjëmës, sepse kishte dashuri me... Shumë interesant që ngërka, po le t'ja lëm shikuesit subjektin dhe zgjidhjen e filmit. Ka pas reagim, ka bërë përshtypje se ka pas reagimet shumë progresive, se në shtetet jashtë flas, po edhe këtu është pritur goxha mirë, po ka pas reagime që më kanë befasu me thënë drejtën në disa vende. Kasti aktorëve këtu është? Kasti aktorëve këtu është Eri Shuke, është një shqiptare, aktore shqiptare që jeton në Londër, është aktore shumë angazhuar me Gangs of London në tërë këto serialet që ka në tjetër. Rovena Lule që luan Majen, po. Është Karafil Shena është aktor goxha i ashtu, është i aktivizuar, si këtu edhe në Greqi, ka goxha aktivitete, është akoma shumë i aktivizuar në Neritan Liçe, që është fat për ne, Eni Sheu, Juli, Emiri. Me fjalë, edhe aty një kast interesant. Me fjalë, vjen një moment edhe me thënë drejtën, teksa jam përballë pasqyrës vetëm, them qoro ditë i zgjedhësh aktorët. Themi ndonjë gjë ekskluzive për këtë emision, planet tuaja krijuese, ka diçka që keni lexuar ishtazi tregim që ose mund të jeni në atë fazën e ndërtimit të skenarit? Kam fituar projekt në qendrën e kinemas. Është fjalë për e bardhë dhe kuqe. Është skenarim dhe sjell ka referencën edhe frymëzime nga jeta e Musine Kokalarit. Nuk është jeta e Musine Kokalarit, po e merr frymëzimin nga jeta e Musine Kokalarit. Është një skenar shumë mirë, kemi fituar projektin në qendrën e kinemas dhe kemi një suport nga disa kompani të huaja, nga Gjermania, Bullgaria, Italia, Maqedonia. Presim tani që të
të plotësojmë ca kushte që të fillojmë xhirimet. Drita e sheshit xhirimet. Keni pikëtuar casting aktorëve? Jo. Enda. Jo. Keni ndonjë emër, është herezi të flasësh, në fakt se pastaj nuk ndodh edhe. Jo, kam, por nuk s'mund ta them. Janë aktorë shqiptar? Shqiptar. E kuptoj. Aktor shqiptar. Dua të ndalem edhe në një pikë tjetër. Shoqja juaj jetës sigurisht është zonja Vjollca Dedej. Kam dëgjuar që bën mirë punën e agjentes së produksionit. Tani, kur bashkohet suksesi një filmi, po kur ke dhe një agjentë të mirë, kjo dyshe unë mendoj që nuk thyhet edhe sjell sukses. Mendoj që deri tani nuk ju ka munguar suksesi, po mbetem tek ky stacion. Puna e agjentit të produksionit në një film. Shiko, është një ndër gjërat, është një ndër komponentët më kryesorë dhe më domosdoshëm në prodhimin e filmit. Vjollca është me një eksperiencë, me fjalë, edhe para se të fillonim prodhimin, bashkëprodhimin për prodhimin e filmit, Vjollca nga televizioni, po dhe komunikime me televizionet e huaja, kryesisht ato britanike, BBC, ITN, e gjithën tjetër, dhe e kishte eksperiencë, e kishte shkelur me fjalë këtë rrugtim në një pra komunikimin me të tretët, kur i thonë që janë komponentët. Plus që është edhe natyrë që e ka sqimën edhe shqisat i ka shumë të zhvilluara dhe sqimën e ka po të zhvilluar, është fat sigurisht që jemi bashkë në dy pikat, veç të jetës, por edhe të profesionit. Sigurisht që nuk është gjithçka super perfekte, sepse për shembull, kot them unë, për femrat jeshile është jeshile, kurse për ne është e verdh, kështu që nuk do këto nuk i lejoj unë. Jeshile është, ajo që shoh unë jeshile është jeshile, kurse ajo që jeshilja ime është e verdh për të, do jetë e verdh për të. Në aspektin ndërkombëtar, flas kontaktet me festivalet, i gjeni nga miqt, janë ftesa të hapura online. Vjollca është shumë e avancuar në këtë pikë. Se më radhën, po, dhe është, po, dhe Vjollca e ka me fjalë ekspansionin në festival. Me miqt po, sigurisht e kemi, por tek miqt jemi tek 20-30%. Pjesa tjetër aplikojmë në festivale nga më të ndryshme. Një nga festivalet e fundit që keni çuar filmin tuaj ka qenë? Festivali i fundit që çuam filme ishte këtu në Tiranë, kjo DEA, që morëm çmimin e medias. Kemi qenë në Angli, tash i presim, jemi në një ceremoni, ishim në Kanada, në Toronto, në Barcelonë kemi qenë. Tani në dhjetor ceremoni është në tapet kuq është në Austri. Në dhjetor jemi nominuar në fjalë filmet përzgjedhur, janë 7 filma, 8 filma janë gjithsej, jemi një ndër më të përzgjedhur. Si është, le të themi, opinioni ndërkombëtarëve, flas përtej Europës, Amerikë, Kanada për filmin shqiptar? Se e keni marrë këtë lloj emocioni? Shiko, janë të predispozuar, për ta vlerësuar arritjen, por ka një lloj konservatorizmi nga eksperiencët e mia, që po shumë mirë, po ky është djali tezës, ky është djali axhajës, një tjetër, po çuni që jemi. Me fjalë në kuptimin simbolik flas. Me fjalë e japin vlerësimin, e kanë vlerësimin, por sido që të jetë veten e duan më shumë se sa çdo gjë tjetër. Tani do t'ju bëj edhe një pyetje rreth teknologjisë high-tech më të fundit. IT-ja flitet që do t'jetë ardhmja e çuditërave që mund të ndodhin të ardhmen. Sa vështirë është të futet kinemare shqiptare te ky aspekt, megjithëse Hollywoodi deri diku ka bërë përpjekje të bashkimit ku diun personazheve të animuar me personazhe real. Janë bërë eksperimente të jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit. Tash i ka rradha IT-s. Ngado që të vinë rrotull, ngado që të shkojnë, nuk largohen dot nga poezia. Unë mendoj që do ketë ajo, edhe atje do ketë vënë vetë në bibliotekë, do ketë vënë vetë në arshivë as disku, do në mas sa vitesh, po do jetë njësoj sikurse po them unë tenxhere me presion apo tenxheret. Do jetë unë nuk jam
Megjithatë do shohim se ç'do të ndodh. Sigurisht që do shohim, po unë t'jesh i sigurt që do takojmë prapë këtu edhe do më bëshpyte për një shpike tjetër. Ndoshta që mund t'i vi radha. Jeni në filmat tuaj artistik bash skenarist, jeni skenarist mbi motivet e... Diku jam bash skenarist, diku s'jam. Nuk e kam bënë. Sigurisht që regjizori ka pjesë e veta në skenar, po sigur nuk ka pse i fut për shembull emrin aty bërë skenaristën e tjetër, sepse shiko, ka një problem në fushën e krimtarisë, që secili do lozhën e vet. Mirë, po filmi nuk ka lozhë të prerë. Regjia është re, është mbreti, regjia është ashtu. Po sa vështirë është të bindesh atë autorin e X vepre letrare për ndryshime. Megjithëse besoj ja shpjegoni që bëj edhe mos u ndiej. Bëj edhe mos u ndiej. Nuk e thuaj, bëj fal kryer se masi është xhiruar, ka mbaruar, s'ka ç'a të bëj. S'ka ç'a të bëj. Po duhet gjua filmike patjetër, nuk e vë ndryshim. Edhe mirë sa regjizori që është Aja. Sigurisht pra, sepse ç'a tham, baza në një film është ekuivalenca figurative, sikur se në një pikturë. Jo, e di pse u bëra këtë pyetje, se ndodh që ne lexojmë tregimin, sikundër ka ndodhur me kryeveprat letërsisë botërore, dhe jemi zhgënjur në ekranin e kinemas. Pra mirë, dakord. Kjo zhgënjur nga mënyra si është realizuar, nga mënyra se si aktorët. Jo vetëm në këtë pikë, një ndër gjërat që është përndaluar është që trajtimi i tematike nga disa zhanre, edhe nga poezia, edhe proza, edhe filmi, edhe piktura. E njëjta tematikë, po them nga ashtu. Ndodh të kesh pritshmëri. Po shiko, të sintetizuar. Rushdi Pula në 78-ën te Doktori i Pacient, unë pata fatin atëherë isha në gjimnaz, edhe luajta roli Doktori i Pacient, që atëherë më ka mbetur mend. Në Shqipëri ka shumë njerëz që ngrysën të zakonshëm e gdhien të zakonshëm. Kështu që tash këta të zakonshmit, çfarë bëhen? S'kemi që bëjmë, kanë jetën e tyre, kanë vendin e tyre në këtë jetë. Jeta prandaj është shumë e bukur sepse ka nevojë për të gjitha. Jo vetëm ata që dinë të bëjnë. Edhe ata që s'dinë të bëjnë. Tani ne po shkojmë drejt fundit të intervistës, po dua dhe dy momente, një të bukur dhe një të vështirë nga xhirimet. Mund të jenë për filma dokumentar, mund të jenë për filma artistik, zgjidheni ju. Themi dy gjëra ekskluzive. Një moment që ju ka sjell vështirësi dhe një moment që ju ka sjell happy suksese. Tashi, vështirësitë janë në çdo hap, po jo të ekstremit, që thuash, për shembull, themi dy gjëra. Vështirësi që në kuptimin atë, për shembull, kam xhiruar lojë botesh, që janë përballur me lëvizjen e kosovarëve në tjetër. Atje kam derë një eksodin, kam derë një vështirësi morale, kështu me fjalë të kam përjetuar shumë, kupton, janë përballur me një situatë shumë të... Po, më kujtoni një sentencë të Merlin Hotbright, kur thotë, s'do doja të kisha sy të shikoja të merret. Më kupton, edhe çap përjetova, sidomos kur u ndaluan në Kukës, ndaluan që u bën çadrat e gjitha, atje kam parë skena tragjike nga më të... Edhe i kanë xhiruar, por nuk i kanë montuar në dokumentare, sepse nuk më ashtu. Me fjalë, dokumentarit të qonë, ashtu si kurse kur kam trajtuar dokumentar me temën e shëndetësore, tema me fjalë të... Si obeziteti, apo është film artistik? Jo, obeziteti është film artistik, s'ka lidhje me... Biles, ai është një eksperiment i dokumentarit me filmin artistik. Dhe një moment të gëzuar? Një moment të gëzuar... Kur... Kam qenë në kulmin e një xhirimi, për shembull, dhe Karl Vjosa më ka thënë që u aprovua edhe një X font. Ti ke gëzim. Po është për krijuesin është gjë e madhe ky moment që thatë. Tani, me që ju përmendët edhe këtë film për obezitetin, qëndrojmë edhe të ky moment me që është një bashkim i elementi dokumentar me elementin artistik, sa vështirë është të krijosh një zhanër të tillë, edhe aktori kryesor që ka luajtur, pastaj besoj është real. Është Xhevo Zeneli. Xhevo Zeneli dhe Mariana Kondi janë aktorët. Nuk e kam parë filmin, ju kërkoj ndjes. Filmi është një eksperiment, historia e një gazetari, që merret me një dokumentar dhe ka përjeton me të shoqen probleme pothuajse paralele me temën që po trajton në është një eksperiment që e kam bërë për parë, kupton, edhe ka pasur goxha yjen tjetër.
Në Las Vegas ka marrë, në festivalit Las Vegasit, ka marrë filmi më i mirë që atëre, ma ka ndërguar biles në mënyrë ceremoniale dhe simbolike nga atë trofeun. Është film që krijoi një kështu pashatemnaj me fjalë në kuptimin me fjalë e ka pas për këtë, e ka pas për këtë. Donin të jepnin karaktere konkrete. Shiko, njerëzit janë të lirë të mendojnë edhe të veshin kostumin. Kjo tregon që filmi ka bërë efekt. Efekti ai është i kinemas, kur njerëzit fillojnë dhe ngatrojnë me fjalemrin e personazhit, ngatrojnë emrin tim, me fjalë kjo është një ndër. Plon, mua më ke dhënë kënaqësi, unë të uroj shumë suksese në artin e shtat, po e quaj, në gjinin e dokumentarit, që ju e bëni mirë, por edhe të filmit artistik që sigurisht me shumë sukses po reklamoni Shqipërinë në festivale ndërkombëtare për treguar që edhe Shqipëria ka kinema. Më lejo të them që ndonjëherë ne kemi qenë dyzuar dhe themi që kjo është ardhmja e filmit kur kemi parë filma që kanë lënë për dëshiruar, ama kemi thënë që kinemaja vazhdon kur shikojmë punë të mira, filma të mirë artistik që jo vetëm i pëlqen spektatorit, por edhe i mbeten kohës. Të falenderoj dhe të uroj suksese ty personalisht, zotris, por edhe tërë ekipit me cilin punoni. Por edhe shikuesve. Edhe shikuesve uroj mbarësi edhe një stin të begat, si të është festa e bollakut vjeshta. Vjeshta që unë e kam përituar disa herë. Këtu në Pogradec. Unë të falenderoj shumë. Gjithashtu do, falenderoj shumë.